Një shpërthim me lëndë plasës është raportuar të ketë ndodhur mbrëmjen e djeshme në lagjen Partizani në Vlorë. Raportën e banesës së 63 vjeçares Bakie Zoto, nëna e Gentian Zotos, Dautaj. Ky i fundit është dënuar 35 vite burg nga gjykata e apelit për përfshirje në atentatin e ndodhur kundër Inez Hajrullës më 10 maj 2019 në bashkëpunim me disa persona të tjerë. Nga shpërthimi ka patur vetëm dëme materiale, ndërsa policia po heton rrethanat e ngjarjes, si dhe po punon për identifikimin e autorit. Ndërkohë, në dëshminë e dhënë për policinë, Bakie Zoto ka deklaruar se nuk ka konflikte me asnjë person, ndërsa në banesë jeton vetëm. Vetëm jetoj, erdhi edhe policia, më shumë u bë tym. Jo fare asnjë konflikt, kam vite këtu në lagje, nuk e di, jam habitur edhe vet, tha Bakie Zoto. Kush është Gentian Zoto? Gentian Zoto është dënuar me 35 vite burg nga gjykata e apelit si pjesë e grupit që kryen atentatin kundër Inez Hajrullës më 10 maj 2019 në Vlorë. Së bashku me Zoton për të njëjtën ngjarje, të dënuar janë edhe Daud Elmazi, Igli Memaj, Sergio Ademi dhe Albano Goxhaj. Në momentin e atentatit, Hajrulla ka qenë në shoqërinë e Ervis Matodashaj në një lokal në qytet. Në një moment disa persona kanë qelluar në drejtim të tij me qëllim për ta vrarë. Nga hetimet ka rezultuar se në shesh janë gjetur 2 gëzhoja dhe një fishek i pagoditur. Sipas këtyre të shtënave është plagosur rastësisht Dajko Ocano Demaj, i cili ka qenë duke pirë kafe. Nga kthyrja e kamerave të sigurisë evidentohet se mjeti Land Rover afrohet dhe lëviz në shëtitoren e njohur Lungomare, dhe në momentin që i afrohet lokalit dalon dhe nga dera e pasme e mjetit zbret një person. Pikërisht në këtë moment 6 persona që ishin ulur në tavolina ngrihen dhe ikin me vrap. Filmimet kanë nxjerrë Inez Hajrulla, i cili shfaqet duke qelluar me armë në drejtim të mjetit Land Rover, ku më pas armën ja merr nga dora Ervis Matodashaj, i cili ikën në drejtim nga ikën dhe automjeti i agresorëve. Në ikje e sipër, autorët e këtij krimi që ndodheshin brenda një automjeti tip Land Rover me ngjyrë jeshile dhe që në kokë banin maska, janë përplasur me 2 automjete të rastit në afërsi të bashkisë Vlorë. Më pas kanë ikur në drejtim të fshatit Babic. Policia i është vënë në ndjekje këtij automjeti dhe në afërsi të fshatrave Babicë, Vogël dhe Çeprat. Ky automjet është gjendur i djegur. Brenda në automjet ndodheshin 2 automatik të djegur plotësisht dhe një dorezë plastike e djegur plotësisht.